Kemi parë ditët e fundit një komunikim intensiv, pra duket se Irani ka sjellë shumë më afër Putin dhe Erdogan, madje së fundmi në një konferencë përshtyp, Putin është shprehur se është i gatshëm edhe për paqe, edhe pse thotë se nuk ka kush firmos dokumentet nga ana e Ukrainës duke u kthyer prapë legjitimitetit të Zelenskit, por duke zgjedhur Turqinë. Pra, tha se s'ka pse armatoset NATO, pra duket se është disi një retorik pak e ndryshuar e Vladimir Putin. E kemi thënë shpesh që Putin nuk e priste edhe vetë, dhe kanë dalë edhe dokumentet, që do të zjaste kaq shumë lufta. Sigurisht ai nuk mund të tërhiqet nga lufta. Turqia është e vetmja e cila është njëkohësisht edhe shtetantar i NATO-s, edhe një vend i fortë ushtarakisht, jo nga më të fortët, por i fortë ushtarakisht, që ka një linjë komunikimi kaq të drejtë për drejtë me Putin, e cila që herët nisi të priste ose të bënte thirrje për tryeza bisedimesh, për tryeza negociatash. Është ajo e cila ka pasur një marrëdhënie që u pa në rënien e regjimit të Asadit, që ka pasur një marrëdhënie të drejtë për të kuptuar kur do të tërhiqej Rusia nga mbështetja e Asadit, kur do ta merrte azilant atje, dhe kur Turqia dhe forcat e tjera mund të futeshin jo zyrtarisht, por nëpërmjet këtyre që tham proxy mund të futeshin në Siri për të vendosur regjimin e ri. Pra Turqia është një lojtar gjeopolitik shumë i rëndësishëm, sidomos kur vjen fjala tek linja e komunikimit me Rusinë, që për shembull shtetet ndryshme europiane që e kanë kërcënuar Rusinë, e kanë armiqësuar Rusinë në kuptimin diplomatik, nuk e kanë, Shtetet e Bashkuara nuk e kanë, të paktën zyrtarisht, Turqia e ka dhe e ka hapur. Dhe Turqia mund të jetë një nga faktorët. Për te faktit që së brendshmi presidenti Erdogan ka pasur problemet e veta politike, edhe brenda partisë, por edhe me kundërshtarë, duke arrestuar për shembull kryetarin e Bashkisë Stambollit që e kishte në opozitë, zgjedhjet që do të vinë, këtë do të lërë pasardhë, pra këto janë probleme të vetat të brendshme, por në arenën ndërkombëtare, aty brenda në atë rajon, sigurisht që është një lojtar i fortë. Nëse do të kishte një marrëveshje reale midis Putin dhe Erdoganit, dhe kjo do t'i leverdiste Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është çudi që dhe Rusia dhe Turqia të futen si negociator në bisedime për të ndaluar luftën e mëtejshme Iran-Izrael. Por prapë varet nga vullneti i Shtetet e Bashkuara, duam apo s'duam.